Sot do të gatuaj një gjell turli me këto perimet që kam këtu në tryezë. Për gjellën turli që do të gatuaj unë sot, na duen këto përbërës. E fillojmë nga mishi, mish viçi, është pjesë muskuli. Vaj, për gatim, unë përdor vajin e misrit. Krip, një lugë kafeje, piperi kuq, krip një lugë çaj, piperi kuq një lugë kafeje, gjithashtu një lugë kafeje me piper të zi, pak veget kam përdorur, se edhe disa fara finoku, 4-5 fara finoku. Kam marrë 2 kërpudha, 2 domate të pjekura mirë të ëmbla, 2 domate të vogla, kam një kokë preshi, 2 qep të njoma, disa deg me selino, 2-3 deg me majdanoz të freskët, disa karota të vogla, një kokër qep, 2 patlıcan, do t'i presim në kubik, 2 patate, disa speca, edhe disa thelpinj urdhër. Gjithashtu unë kam dhe një varg të vogël me bamje, të cilat gjatë bearit i kam shkuar me gjilpër në një fill peri dhe i kam lënë të thahen, dhe në kohën që i kam përgatitur kanë qenë shumë të njoma, dhe tani kur i vendos në tenxhere për zjerje me perimet e tjera, këto zbuten dhe kanë shijen të njëjtë me bamjet e freskëta të bearit. Janë shumë të mira. Pra me gjithë këto perime, unë do të gatuaj sot një turli, gjell turli. Në fillim, do të vendos në tenxhere, do të vendos 3-4 lugë vaj dhe do të shtoj thelat e mishit për t'i ka urdisur. Nuk është e rëndësishme që t'i skuqim fort, thjesht vetëm me ka urdisje të leta. Vaj 4-5 lugë sipas personave. Nëse do bëjmë për 4 persona, do shtojmë 4 lugë gjelle. Nëse jemi 5, shtojmë 5. E mira është që ta bëjmë me këtë lloj mase, që të mos ngarkohet trupi me yndyrë të tepërt. Këtu në tenxhere gjithashtu do të shtojmë edhe qepën, të cilën e kemi qëruar, e kemi prer rimët, dhe do t'i ka urdisim të gjithë këto në një temperaturë të ullët, temperaturë mesatare, dhe këto të ka urdisen njëra me tjetrën në mënyrë graduale, ngadalë, që të bëhen sa më mirë. Shtojmë këtu dhe pak krip për qepën që të zbutet njëkohësisht, të zjej dhe të zbutet, dhe do t'i vendosim për t'i ka urdisur. Më pas pasi të kemi vendosur tenxheren për t'i ka urdisur qepën dhe mishin, do t'i pastrojmë të gjitha këto perimet dhe do t'i presim në kubik të mëdhenj, jo të vegjël siç bëjmë suprat, po në pjesë më të mëdhaja. Do ta shohim në vazhdim. Pasi mishi dhe qepa janë ka urdisur mjaftueshëm, për disa minuta, 5-6 minuta, do shtojmë edhe 2 kokrat e domates, të cilat i kemi gri rimët. Do t'i vendosim të ka urdisen së bashku dhe për pak minuta, për 2-3 minuta. Jo më shumë se 2-3 minuta, dhe më pas pastaj do të shtojmë të gjitha perimet që unë i kam prerë të vogla, të tytasi këtu, në këtë madhësi. Të gjitha perimet i kemi vendosur në tas dhe këto do t'i shtojmë, pasi t'jetë ka urdisur domatja, do t'i shtojmë në tenxhere, me gjithë erzat edhe kripën. Tani që dhe domatet janë bërë pothuajse gati, do të shtojmë të gjithë tasin me perime në tenxhere.
Këto tani duken shumë, por kur të zjenjë, se janë të gjitha të njoma dhe do ta lëshojnë lëngun e tyre gjatë zjerjes do avulloj dhe do të ngelen më pak. Tani që I kam shtuar të gjithë përbërësit në tenxhere, do të shtoj dhe erëzat, kripën, piperin e kuqe dhe të gjitha. Do t'i përzjej me lugë druri mirë, sepse edhe gjatë zjerjes ato do përzjehen dhe do marrin shijen e njëra tjetrës. Do t'i shtoj vetëm një gotë me ujë, po jo plot. Nëse një gotë mban 150 ml ujë, do t'i shtoj vetëm aty te 100-120 ml, jo plot, një gishtë e gjysmë më pak, 2 gishtë më pak ujë. Se këto janë të ujshme vetë dhe lëshojnë lëngjet e tyre, kështu nuk ka nevojë shumë për ujë të tepërt. Se vetë tenxheja këtu në fund po ta shohim do të mbushet ajo plot me lëngun e këtyre perimeve. Vetëm duhet I lëmë në një temperaturë tepër të ulët për 30 minuta që të zjenjë ngadalë dhe të mos të dëmtojnë, mos të prishen. Ta ruajnë edhe shijen, edhe të gjithë edhe formën, që të bëhet një ushqim I shëndetshëm. Me thënë do ta ulim temperaturën në fund fare dhe do ta lëm për 30 minuta, duke e parë vazhdimisht me ndihmën e lugës, duke e parë këtu në fund të tenxheres për ujë, se mos na digjet. Ja ku ka mbaruar dhe gjella me turli me perime të ndryshme. Do ta servirim në pjatë për drekën tonë. Ja ku e kemi vendosur në pjatë gjellën e drekës së sotme, turli me perime të ndryshme. Është bërë fantastike. Është një pjatë shumë e shëndetshme dhe shumë e shijshme.